Përshëndetje miq, unë jam Endri Nebi, mësues joge prej më shumë se 15 vitesh. Kam vendosur që në kanalin tim të YouTube-it të bëj disa video për ju, që mund të praktikoheni nga shtëpia. Kështu që ju ftoj të gjithëve të bëni pjesë e kësaj nisme time personale, prej më shumë se 15 vitesh po bëj klasa në studio, tani ka ardhur momenti që këto klasa t'i ndaj me ju edhe në platformat YouTube ose Instagram. Kështu që, po fillojmë sot me klasën e parë, uroj që të ndjeni sa më mirë dhe për çdo gjë më pyesni, më shkruani në koment në YouTube ose më shkruani në faqen time të Instagramit. Për çdo gjë më pyesni, mos zguroni. Okej, fillojmë me klasën e parë. Atëherë është e rëndësishme që të pozicionoheni ose të keni një tapet joge në shtëpi. Nëse nuk keni një tapet joge, mund të përdorni një peshqir. Është e rëndësishme që të keni një vend që të ketë pak hapësirë, që mos thyeni në një gotë ose në një pjatë ose diçka që keni afër. Për gjithë ju që mund të keni probleme shëndetësore të ndryshme, më pyesni, sepse do t'ju jap këshilla, domethënë për pozat ose për ushtrimet që ne do bëjmë. Fillimisht pozicionohemi me këmbë të kryqëzuara, afrojmë fillimisht këmbën e majt parën, këmbën e djathtë të dytën. Në qoftë se nuk qëndrojmë dot me këmbë të kryqëzuara, ju sugjeroj të përdorni një blok joge ose në rast se nuk keni një blok joge, mund të përdorni diçka të tillë që të jetë pak e lartë për të ulur sipër, që mund të jetë libër ose jo, se varet libri është i shenjtë ndoshta, ose diçka që ju të jeni sa më rehat. Okej, fillojmë. Pozicionojmë të dyja duart sipër gjymëve, mbajmë shpinën drejt. Përpiqemi ta mbajmë aq sa mundemi, mbyllim syt dhe fillojmë e përqendrojmë të gjithë vëmendjen tonë tek frymarrja. Është shumë e rëndësishme që ne të jemi të vetëdijshëm që trupi jon merr frym automatikisht. E vetmja gjë që ne duhet të bëjmë është ta shikojmë këtë gjë, ta ndjekim frymarrjen tonë. Në momentin që ne fokusohemi tek ajo që bën trupi jonë në mënyrë të pavarur, atëherë ne jemi një me trupin tonë. Kështu që mbyllni syt, merrni frym thellë me hund, nxjerrni frymën nga hunda ose nga goja. Vazhdojmë, marrim frym thellë dhe ndiqni frymën tuaj nga hunda në krahëror, në bark dhe anasjelltas. Lidhuni me veten tuaj. Përpiquni që mos të ndiqni asnjë nga mendimet që ju vijnë në këto momente. Mos krijoni konflikt me mendimet tuaja, thjesht përpiquni që mos t'i jepni shumë rëndësi. Marrim frym thellë. Dhe nxjerrim ngadalë. Vazhdoj, marrim frym thellë me hund. Lidhuni me veten tuaj. It's in your dawn, it's in your day, it's in your life for me. Okej, kthejmë duart, hapim syt. Fillojmë dhe ngrojmë shpinën. Të riqemi përpara, hapim krahërorin, shikojmë lart, mos e thyeni shumë kokën mbrapa, sepse për ju që mund të keni probleme me cervikalen, ju i jep probleme, mund të merren mend ose gjëra të tjera. Okej, kështu që punoni vetëm me pjesën e shpinës. Të riqemi përpara, rrotullojmë supet pas. Shikojmë lart, marrim frym. Nxjerrim frymën dhe shkojmë me peshë mbrapa, duke krijuar hark në shpinë, ulim pak kokën. Vazhdoj, marrim frym thellë, triqemi përpara. Hapim krahërorin, shikojmë lart. Nxjerrim frymën, çlirojmë. Vazhdoj, marrim frym thellë, triqemi. Nxjerrim frymën, çlirojmë. Vazhdoj, marrim frym thellë, triqemi. Nxjerrim frymën, çlirojmë. Qëndrojmë në qendër, marrim frym thellë.
Hapim gojën dhe nxjerrim sikur po bëjmë me avull pasqyrën ose xhamin. Edhe një herë, marrin. Hapni gojën dhe bëni me avull pasqyrën tuaj ose xhamin. Okej, vazhdojmë. Bëjmë disa rrotëllime në qendër për të ngrohur mirë pjesën e legenit, pjesën e viteve. Dhe buzëqesh. Qëndrojmë në qendër, marrim sërish frymthell me hund. Uxhaj. Krau tjetër, lëvizi. Uroj që mos shpërqendroheni dhe t'jeni duke i bërë ushtrimet në këto momente, pavarësisht zhurmës që mund të keni në shtëpi, gjeni kohën dhe bëni diçka për veten tuaj. Okej, marrim sërish frymthell me hund. Hapni gojën dhe nxjerrni sikur po bëni me xhamin me avull. Okej, shkojmë lart. Zjatët, shpina drejt. Rrotullohemi nga njëri krah, nga të doni ju. Është e rëndësishme që dora që pozicionohet mbrapa të jetë sa më afër me trupin, që ta mbajë shpinën drejt. Dora tjetër kryqëzohet me gjurin dhe rrotullojmë trupin pas. Ky është një ushtrim shumë i mirë për të çliruar mesin. Për gjithë ju që keni probleme me mesin, marrni larg, rrotulloheni nga krahu tjetër. Nxjerrim frymën. Shkojmë sërish lart, marrim frymthell me hund, rrotulloheni sërish nga krahu tjetër, nxjerrim frymën. Përpiquni që mos shkoni këtu, mos kruseni, por ta mbani shpinën sa më drejt kur rrotulloheni. Shkojmë lart, sërish, marrim, rrotullohemi krahu tjetër, nxjerrim frymën. Vazhdojmë, lart marrim. Ulemi përpara, pështrim duart. Qëndrojmë një. Në qoftë se ndjeni dhimbje tek gjunjët kur shtriheni përpara, mos ulni shumë. Mbani trupin këtu. Mund të uleni vetëm pak. Nuk është e thënë që duhet ulemi shumë. Është e rëndësishme që shpina të qëndrojë drejt, mos u krusni këtu. Thjesht qëndroni. Okej. Çohemi ngadalë, ndryshojmë kryqëzimin e këmbëve, kalojmë këmbën tjetër përpara. Dhe shkojmë sërish lart. Zjatemi, marrim frymthell. Nxjerrim frymën dhe ulemi sërish. Merrni frymë 1. Merrni frymë 2. 3. Okej, çohemi ngadalë. Tani lirojmë këmbët dhe kalojmë tek poza e tavolinës. Pozicionojmë mirë duart, distanca e duarve duhet të jetë sa gjerësia e shpatullave, hapini gishtat e duarve, distanca e gjynjeve po ashtu sa gjerësia e shpatullave dhe lëvizim. Bëjmë disa rrotullime. Ky ushtrim ndihmon shumë për të ngrohur mirë kyçet e duarve, për të ngrohur mirë pjesën lumbare të shpinës. Ndryshoni krahun e rrotullimit her pas here. Sot do bëjmë një klasë që ju ndihmon shumë për të çliruar shpinën, për të çliruar pjesën e ijeve. Është dhe pak sfiduese për disa ndoshta jo. Kthejmë të dyja duart, i rrotullojmë pas. Vendosim gishtat e këmbëve dhe lëvizim. Para mbrapa. Shtrim këmbën e djathtë, lëvizim, vendosim gishtat në tapet ose në tokë, ngrojmë mirë kyçin e këmbës djathtë dhe kyçet e duarve. Okej, shtrim të majtën dhe lëvizim. Dhe buzëqesh. Okej, shumë mirë. Ulemi, lirojmë pak duart.
I pozicionojmë sërish në tapet, kujdes me pozicionin e duarve, hapini gishtat mirë, gjithmonë gishti tregues duhet shikoj përpara tapetit, jo duar të kthyer kështu nga brenda ose të kthyer shumë jashtë. Okej. Vendosim gishtat e këmbëve, kalojmë tek poza e qenit me kokën poshtë. Kështu quhet në yoga. Lëvizim gjunjët, ngadalë, djathmaj, duke shtyrë për lart në drejtim të vitheve për të ulur thembrat. Poza e qenit me kokën poshtë. Po të shikoni, kafshët kanë disa mënyra se si e streqojnë veten ose ushtrojnë veten në mënyrë instiktive dhe natyrale, e bëjnë sepse ka nevojë të jenë mirë. Kështu që ne, njerëzit, kemi marrë më të mirën nga to dhe i kemi kthyer në ushtrime. Okej. Tani, do bëjmë hap me këmbën e djathtë përpara. Kemi dy mënyra, ose bëjmë hapin direkt me këmbën e djathtë, ose ulim gjunjët poshtë, në mënyrë që ose nuk qëndroni dot, dhe bëni hap me këmbën e djathtë përpara. Shtrim gishtat e këmbës majt, pozicionojmë duart tek gjunjët dhe e çojmë trupin këtu. Në rast se keni dhimbje gjuri te këmba e majt, merrni një peshqir ose diçka për ta vendosur poshtë, ose mund ta palosni tapetin në dysh. Jo gjithmonë dhimbjet e gjurit vijnë nga trysnia e peshës, mund të ketë edhe nga pozicioni i ushtrimit, por është e rëndësishme që ju mos qëndroni me peshë tek gjuri këtu, por të shtynit ulni legenin për poshtë dhe të ndini tërheqjen tek quadricepsi këmbës majt, tek kofsha e këmbës majt. Okej. Çojmë të dyja duart lart, marrim frymë thellë. Nxjerrim frymën dhe ulim dorën e majt. Tani ndrojmë, marrim frymë. Shkojmë lart. Nxjerrim frymën. Dora tjetër ndrohet. Marrim frymë lart. Nxjerrim frymën, ndrojmë. Vazhdojmë. Marrim frymë lart. Nxjerrim frymën. Marrim frymë lart. Nxjerrim frymën. Shkojmë me të dyja duart lart, shikojmë në drejtim të duarve. Nxjerrim frymën, shkojmë me duart në tapet, drejtojmë shpinën, shtrim këmbën e djathtë dhe qëndrojmë. Qëndrojmë 1. Qëndrojmë 2. Qëndrojmë 3. Marrim frymë. Okej, tani do ta bëjmë pak sfiduese, është një pozë sfiduese. Shkojmë me peshë te këmba e djathtë. Hipim te këmba e djathtë. Tani, ju që keni blok joge, ose nëse nuk keni diçka të tillë, në formë të tillë, pozicionoheni përpara vetes, poziciononi dorën e djathtë sipër bllokut jogës dhe shtrini gjurin e këmbës djathtë, dhe mund të bini, siç po bëj unë tani. Okej? Rregulloni legenin për lart. Gishtat e këmbës të liqeni nga vetja, hapni krahun e majt dhe shikoni në drejtim të dorës deshrash. Okej, është mëse normale që mund të vijem. Kujdes, në rast se nuk shtrini dot gjurin, mund të çoni akoma më lart. Okej? Qëndroj. Do ndjem tërheqjet e këmba e djathtë. 2. Marrim frymë. 3. Marrim frymë. 4. Marrim frymë. Nxjerrim frymën. 5. Nxjerrim. Okej, ulim dorën e majt, mbyllim legenin këtu. Këmba e majt kryqëzohet me të djathtën. Drejtojmë shpinën, marrim frymë, shikojmë përpara. Nxjerrim frymën, zgjatemi për poshtë. Në qoftë se nuk zgjatemi dot duke pozicionuar duart, mund të thyejmë pak gjunjët, ose mund të përdorim bllokun e jogës ose diçka tjetër për të mbajtur. Drejtojmë shpinën dhe nxjerrim frymën, ulemi për poshtë. Drejtojmë shpinën 2 dhe ulemi për poshtë. Do t'ju ndihmoj shumë të qetësoni dhimbjet që keni të shpinës, të mesit. 3. Marrim, nxjerrim për poshtë. Okej, çojmë lart. Kujdes ekuilibrin. Çojmë të dyja duart lart, kapim bryllat dhe përkulemi nga ana e majt. Do ndjejmë tërheqje tek torsionet e anës djathtë. Qëndrojmë 2. Qëndrojmë 3. Shkojmë lart me duart, marrim frymë, nxjerrim frymën, ulemi për poshtë. Drejtojmë shpinën, çojmë këmbën e majt lart, bëjmë hap me të majtën, kujdes, hap me të djathtën, shkojmë në pozicionin plank dhe qëndrojmë. Shtrëngoni vithet, çojeni peshën përpara, qëndrojmë 1. Mos qëndroni këtu poshtë, kujdes, as shumë lart këtu.
2. Por, përpiquni që të qëndroni drejt, domethënë pjesa e legenit jetë në një linjë drejt me supet. Është pak sfiduese, por ju ndihmon shumë për korin për të forcuar gjithë korin e trupit. Marrim frymë. Okej, ulim gjunjët poshtë. Postoj blokun e jogës, shkojmë me peshë përpara, marrim, kalojmë pak tej, dhe nxjerrim chaturanga, bryla ngjitur, krahëror mjekër. Ulim trupin poshtë, shtrim gishtat e këmbëve, duart paralel me supet, bryla ngjitur, marrim frymë në kobra. Gjysmë, nxjerrim frymë, mos i shtrini duart deri në fund. Bhujangasana ose kobra, domethënë jemi gjysmë, 2. Deri këtu. Nxjerrim poshtë. 3. Marrim, gjysmë, nxjerrim poshtë. Okej, kalojmë me të dyja duart pak më mbrapa, vendosim gishtat e këmbëve. Kalojmë tek qeni me kokën poshtë. Lëvizim gjunjët sërish. Këtu tek qeni me kokën poshtë mund të qëndroni edhe me gjunjët e thyra. Gjithmonë afroni barkun me kofshë. Është e rëndësishme që shpina të qëndrojë drejt. Ose i shtrim në rast se e kemi të thjeshtë. Vazhdojmë, bëjmë hap me këmbën e majt. Hapin mund ta bëjmë direkt ose mund ta bëjmë duke ulur gjunjët. Vazhdojmë me këmbën tjetër. Ulim legenin për poshtë. Shkojmë me të dyja duart lart, marrim frymë. Ulim krahun e djathtë, nxjerrim frymën. Ndrojmë, marrim lart, nxjerrim frymën. Vazhdojmë 2, marrim lart, nxjerrim frymën. 3, marrim lart, nxjerrim. 4, marrim lart, nxjerrim. 5, marrim lart, nxjerrim. Shkojmë me të dyja duart lart, shikojmë në drejtim të duarve, nxjerrim frymën në qendër. Drejtojmë shpinën, shtrim gjurin e këmbës majt. Dhe qëndrojmë. Qëndrojmë 1, qëndrojmë 2, qëndrojmë 3. Okej, shkojmë me peshë te këmba e majt. Hipim te këmba e majt. Sërish poza e gjysmënës, merrni bllokun tuaj dhe rrotulloni legenin për lart. Hapim krahun e djathtë, shikoni poshtë, shtrini gjurin e këmbës majt, qëndrojmë 1. Qëndrojmë 2. Qëndrojmë 3. Merrni frymë 4. Numërimet e mia janë frymarrjet e mia. Kështu që dhe ju merrni frymë 5. Ulim dorën e djathtë. Këmba e djathtë kryqëzohet me këmbën e majt. Këmba e djathtë vendoset brapa. Vazhdojmë. Drejtojmë shpinën, marrim frymë. Nxjerrim frymën, zgjatemi për poshtë. Drejtojmë shpinën 2. Nxjerrim frymën, zgjatemi për poshtë. Drejtojmë shpinën 3. Zgjatemi për poshtë. Shkojmë lart me të dyja krahët. Marrim, kapim brylat, përkulemi nga ana e djathtë. Ndjem tërheqje tek torsionet e anës majt. Qëndrojmë 1, 2, 3. Shkojmë në qendër, shtrim krahët lart, marrim, nxjerrim frymën, zgjatemi për poshtë. Drejtojmë shpinën, çojmë këmbën e djathtë, bëjmë hap me të djathtën, hap me të majtën, ulim të dyja gjunjët poshtë, shkojmë me peshë përpara, afrojmë krahë mjekër, barku është i fundit që ulet, jam i sigurt që të gjithë po ulni barkun të parin, por gjithsesi përpiqeni që të ulni krahë mjekër. Vazhdojmë, duart janë paralel me supet. Kobra, marrim frymë, gjysmë, nxjerrim frymën poshtë. 2, marrim frymë. Nxjerrim. 3, marrim. Nxjerrim. Okej, kalojmë të dyja duart pak më mbrapa, vendosim gishtat e këmbëve me gjunjë, thjesht kalojmë tek qeni me kokën poshtë. Thyem të dyja gjunjët, mund të kryqëzojmë këmbët dhe të ulemi ose thjesht të ulemi në mënyrën tonë. Okej, tani do shtrihemi plotësisht, do kapim të dyja gjunjët, do i përqafojmë gjunjët dhe do afrojmë mbalin me gjunjët. Qëndrojmë, marrim frymë 2,
3. Okej, tani si që jemi këtu, i kalojmë gjunjët 90 gradë këndi, midis legenit dhe gjurit. Me dorën e djathtë vendosni kapni gjurin e këmbës majt dhe dy e gjujnë në anën e djathtë. Hapni krahun e majt dhe ktheni shikimin në drejtim të dorës majt. Mbajini shpatullën në tapet, mos shkoni komplet të kthyer këtej. Ushtrim që ndihmon ju lehtëson shumë dhimbjet e mesit dhe ju çliron plotësisht mesin. Shikojmë në drejtim të dorës majt, qëndrojmë. Kthehemi në qendër, përqafojmë sërish, ofrojmë ballin me gjunjët. Ulim të dyja gjunjët në ana e majt, hapim krahun e djathtë, kthejmë shikimin në drejtim të dorës djathtë. Qëndrojmë. Mbajini shpatullat në tapet dhe përkulini këmbët aq sa keni mundësi. Kthehemi në qendër. Kryqëzojmë gishtat, kryqëzojmë këmbët dhe lëvizit i bëjmë pak masazh shpinës. Kujdes, mos krijoni goditje, bëjmë që të bini në tapet. Lëkunduni aq sa keni mundësi për të masazhuar shtyllën kryqëzore. Okej, mjafton. Dhe tani shtrihemi plotësisht, shtrim këmbët, hapim duart, e lëm trupin plotësisht të lirë dhe në këtë pozicion qëndroni për disa minuta, vendosni një muzikë që juve ju pëlqen, që ju bën të ndjeni mirë dhe përpiqeni që të mendoni vetëm gjëra pozitive. Okej, unë po çohem. Juve mund të qëndroni në këtë pozicion, mund ta ndroni videon tani, mund vendosni një muzikë që ju keni dëshirë dhe thjesht qëndroni derisa ajo muzikë të mbarojë, ose mund vendosni edhe 2, edhe 3, sa të doni ju. Thjesht relaksohuni dhe qëndroni në atë pozicion të shtrirë. Uroj që video ime parë në YouTube t'ju ketë pëlqyer, do kemi edhe video të tjera. Shpresoj që të më suportoni duke më bërë subscribe